Sulmuesi kombëtares shqiptare Mirjin Taku bëri një sezon të mrekullueshëm me Rubin Kazani në Rusi. Gjatë këtij edicioni ai arriti të shënojë 15 gola dhe të urojë 8 asist. Falti skuadra arriti ta mbyllë sezonin në vendin e 7 me 45 pikë. Vetë Taku ka postuar foto në profilin e tij zyrtar teksa shkruan përfundimi i sezonit si kontribuesi më i mirë në ligë. Not bad. Duket se sulmuesi ka dëshiruar të dërgojë një mesazh përpara sfidës me Serbinë që luhet në 7 qershor në arena kombëtare. Mirjin Taku e ka mbyllur me një tjetër arje të tundur këtë edicion në futbollin rus me fanellën e Rubin Kazanit. Sulmuesi shqiptar ka tundur jetën për ndeshjen e tretë radhës në kampionat për të konfirmuar se një nga futbollistët më rezultativ para portës së këtij kampionati. Në ndeshjen kundër Orem Bungut ishte Shaban Haxhaj i cili shënoi golin e avantazhit për Rubin Kazan që në minutën e 5 të takimit. Vetëm një minutë më vonë erdhi momenti i Takut i cili mori një pasim të mirë nga Shaban Haxhaj dhe nuk e kishte të vështirë të mposhte portierin kundërshtar. Ky ishte goli 15 i këtij edicioni për Takun i cili ishte në ndjekje të Ugalde të Spartakut të Moskës i cili kishte shënuar 16 gole në këtë kampionat, duke mbajtur vendin e parë në renditjen e golshënuesve.